Samson Pietraj, me shtar katolik direkt në emisionin Horizonti Mesditës. Tunë gjatjeta. Përshëndetje, mirë dita. Kënaqësi që flasim bashk, është pikërisht thirrja juaj profesionale ajo që na shtyri që t'ju kemi direkt në këtë emision. Faleminderit për këtë mundësi që më jepni që ndoshta më edhe me shtru me atë që jam të studiu. Faleminderit. Don Samson, Kosova patjetër që përmendet si shembull i harmonisë ndërfetare, por ko pas kohë po vrejmë disa cakrime, le të shprehim në këtë formë, që shpërfaqen kryesisht në rrjetet sociale, por edhe në media në përgjithësi. Cili është realiteti jon? A kemi fillu të harrojmë harmoninë ndërfetare, a na është bërë fjalë goja, a na është bërë slogan, a nuk e njohim mirë apo mjaftueshëm njëri tjetrin? Ku është çështja? Pse këto cakrime? Unë do të kisha fillu si pikë parë të nënvizu çështjen e dialogut në aspektin e krishterë sa i rëndësishëm është. Unë do të thoja jo tolerancë fetare, sidomos në rastin ton, por harmoni edhe dashni, do të thoshte edhe dashni fetare. Kur e them këta, bazona mbi gjitha mbi faktin ne kemi si bazë, si urfys, si çdo gjë kemi Biblën. Për shembull, nëse marrim jetën e Jezusit, Jezusi vetë në disa raste dialogon me njerëz që jo detyrimisht mendojnë si ai, jo detyrimisht e ndjekin atë. Për shembull, kemi rastin kur ai shkon kërkim tyne në tokën e Samarisë. Toka e Samarisë për hebrejt ishte tokë e mallkuar, dhe shkon në tokën e Samarisë dhe flet me samaritane. Me një grup samaritane, ose kemi Zakeun, është si ndoshta në gjuhën tonë mund ta quajmë një bos, një mafios. Ai shkon në kërkim tina. Do thotë, jo ata që mendojnë ndryshe për Jezusin kanë qenë një problem. Absolut jo. Njëjtën gjë e kanë mbartë edhe kisha gjatë vite. Për shembull, kemi Shën Agustinin me Decita me librin kur qyteti i Zotit, do thotë, përkthehet, kur ai dialogon me romakët, që romakët akuzonin krishterë që kishin djeg Romen. Ose e kemi më vonë në vitin 1219, Shën Francesco i Asisit shkon për të takuar sultanin në mes të kryqëzatav shkon për të takuar sultanin e për të dialoguar me sultanin e Egjiptit. Pastaj për mos ta thënë këtë historinë e Kirës, kemi Papën Gjon Paulin e dytë në vitin 1986, kur ftoi të gjithë liderët, të gjithë përfaqësuesit e feve të ndryshme në Asisi. Dhe Kisha Katolike si rrjedhoi e ka kriju dikasterin, i themi ne ministrin e dialogut ndërfetar. Për Kishën është aq i rëndësishëm dialogu sa është pjesë e pandashme jona, është pjesë e qelizave tona, të krishterë. E qartë. Dhe kjo te shqiptarët sikur është e natyrshme fare, sepse duke qenë njerëzit e një krahine, njerëzit e një fshati, shumë shpesh edhe njerëzit e një shtëpie me besime të ndryshme. Unë do të përmend kur vdiq Axher Çfishta, ka pas mbajt një fjalim Hafiz Ali Kraja, një hoxh musliman sunit, i cili mbahet mend dhe përmendet akoma fjalimi i tij çfarë ka thënë për mikun e tij, klerik të një feje tjetër. Dihen pastaj gjitha që janë thënë dhe shembujt e mirë që merren në botë
për shqiptarët, Papa Francesku në fundit ka thënë fjalë të mëdha për Shqipërinë, por për shqiptarët në përgjithësi se e njëjta kulturë. Pse sot kështu? Nëse ne jetojmë kaq afër njëri tjetrit dhe i ndajmë njëjtat vlerat të gjuhës, të kulturës, të identitetit, pse sot kjo përplasje se kush është më shqiptar? Lorik, pyetja jota është interesante, por saksisht ndoshta nuk mund ta di pse, sepse jam jashtë Kosovës që 21 vjet. Nuk e di saksisht, por mund të them disa fjalë për eksperiencës time, Lorik. Po. Ne jemi për njëjti qytet. Une kur isha në shkollën e mesme, e kujtoj shumë mirë, i vetmi katolik në klasë, i vetmi katolik. Edhe e kujtoj një rast shumë mirë kur mes bisedave ndryshme me një djalë, më ofendoi në çështjen e fesë diçka. Edhe ta them drejtën meti hatri. Edhe kur erdhi pushimi i gjatë, do thotë gjatë kur erdhi pushimi i gjatë, më ftuan shokët e tjerë me dalë në pushim gjatë, por nuk shkova sepse isha pak i trishtuar për ata që më tha, sepse nuk e prisja pikërisht nga ai. Edhe kur kthyn ata panë që isha trishtueshëm, mas orës më pyetën shkaki çka ka ndodhur. Edhe i kallëzova shkurtimisht çka ka ndodhur dhe me kanë ka ndodhur. Lorik, unë të them që nuk e di ata shokët e mia dhe shoqet e mia çka i kanë thonë atij djalit. Nuk e di çush i kanë trajtu, por unë e di një gjë, që prej momentit ai djali është bë shoku më i mirë i jemi. Kjo është eksperjenca parë në aspektin e vllaznive të mi musliman. Në aspektin e traditës tonë, që jam rritur ne, që jam rrit ne, kemi eksperjenca ndryshme. Për shembull, unë jam rrit me një familje që vërtet çështjen e dialogut, çështjen e dashurisë fetare, neve na u ka mbjellën në trup edhe në zemër. Unë e kujtoj shumë mirë, kemi pas disa 4 familje, kemi pas të bartë në besimit ndryshëm. Shumë raste kam qenë i vogël, kur ne i ndalim gjys për ne, gjys për ta gjëra që i bëni për vete. Ose për shembull në dhjetore kam bërë një operacion për shëndetin të mbiqan, edhe kush ka qenë pas familjes teme që më ka telefonu, ka qenë një shek nga Gjakova që më ka telefonu, do të thënë si je, si shkoj operacioni, si një është tash, a ki nevojë për diçka, ose ta thënë një eksperiencë edhe tjetër. Baba jam, për shembull, sot çdo mëngjes, jo sot sepse është muaj i shejtë Ramazanit, por çdo mëngjes ai e pin kafen e parë mëngjesit e pin me babën e hojës. Çdo mëngjes e pin kafen me babën e hojës. Edhe e këtone kur kthena vërtet, është e pamundur për pi Kosovë që mos t'i takoj vllaznit, hoxhallar ose shpëti. Është e pamundshme. Ne jemi rrit në këtë frymë, jemi formuar këtë frymë. Fryma krishtere dhe fryma e traditës shqiptare. Prandaj disa gjëra që për shembull mbrëm shkova të kërkoj disa gjëra në internet, për mua vërtet që bëjnë keq, si shqiptar më bëjnë keq. Bëjnë keq si krishterë më bëjnë keq. Janë pa pranueshme, ke parasysh, janë pa pranueshme. Sepse ne e kemi një frymë tjetër, kemi një formim tjetër. Pse sot diskutimi në rrjetet sociale vjen nga mosnjohja, vjen nga mungesa e diskutimit të hapur, nga mosdia për besimin e tjetrit, apo kanë, ku e di unë, se mendja njeriu t'i shkon gjithku, kuptohet ajo punë, a ka diçka tjetër që s'na konvenon fare neve si shqiptar, ky lloj dialogu, ky lloj diskutimi, jo dialogu. Po,
dëgjoj Lorik, para folësim e tha disa gjëra që pjesërisht më duken interesante pjesërisht. Taksisht në zemrën e njeriut edhe në trunën e njeriut unë nuk e di se i bojnë këto gjëra. Çka thanë që nëse kemi harmonie mbi gjitha dashni fetare, këto gjëra kalohen, jam i sigurt 100%. Në vitin 2022, me 27 mars, e kam pas një intervistë, e kam promovuar një libër timin në rajuno. Edhe isha të tregu historinë e babës tem në rajuno, edhe që pinë kafe me babën e horës çdo mëngjes. Edhe pas interviste, gazetari më tha, është të mundshme që ne me intervistu babën tanë edhe babën e horës. I thash unë po pyes, edhe mas interviste atira babën, i thash, jam të interesuar për një intervistë për ty. Edhe baba më përgjigj kështu, tha, ata nuk i din kontekstin tonë, si din rrethonat e mia. Kam frikë se një pyetje tyne mundet me kuptu keq vllavi jem, edhe me vra vllavin tem, për këtë arsye e refuzoj intervistën. Mes disa vjuh, mes disa shikime, mes disa gjana, edhe dashnin për vllavin që ka një besim ndryshe, pra shqiptar, e zgjidhe gjithmonë dashnin, nësa është një pyetje shikimet në internet, ose nuk e di ku, edhe dashnin për vllavin që është shqiptar, gjithmonë dashnin. Këtë kjo mundet me na dalë për i këtë marrëzira. Qysh bëhet dialogu në rrethanat e Kosovës? Kush e ka përgjegjësinë? Ma e para punës, unë mendoj që dialogu fillon, kemi dy krahjet e dialogu. Dialogu që është çdo ditë, në jetën e përditshme, do thotë, se banë për shembull babai im, se bajon studentët që janë mësimi tjetër, për çdo gjë. Pastaj kemi dialogu të krahut tjetër që janë institucionet krishtare dhe islame. Atëherë si bëhet? Bëhet në baza disa tema, disa vlera, për shembull, vlera kombit, normal që është një ndër tema që mund të trajtohet, vlerat etikës, vlerat moralit, vlerat teologjisë, vlerat politike, vlerat sociale, kemi shumë gjëra që por dy gjëra është gjithmonë në çdo dialog, dy gjëra është gjithmonë e domosdoshme që të kemi parasysh. E para është përvojtnia, i bjen çaj tjetri, është rëndësishëm, sa jam unë i rëndësishëm, është rëndësishëm edhe duhet ta ndëgjoj. E dyta është ndëgjesa, ta ndëgjoj çfarë është të folë, derisa ta flet fjalën deri në fund ta ndëgjoj. Mund të ketë mbështim ndryshe, por këto dy gjëra janë themelore në çdo dialog, mendoj. Nuk është se ka shumë shpesh dialog, të paktën jo të hapur për publikun, se natyrisht klerikët takohen ndoshta në baza të mos them të përditshme, por të shpeshta. Çka duhet të diskutohet në raste të tilla kur në media dhe në rrjetet sociale veçanërisht ka polarizim kaq shumë, kur mezi pret njëra palë të publikoj diçka të palës tjetër, të gjej një vegz dhe të interpretoj, si mund të bëhet ky dialog? Çka duhet të preket? Çka të flitet? Për identitetin tonë, për kulturën tonë, për qëllimet e së ardhmes, çka duhet të preket? Çka duhet të diskutohet? Dëgjoj, unë mendoj që një diçka tjetër që mund të na ndihmoj në këtë aspekt
është njohja e ndërsjellët, edhe për ta bërë këtë njohje e ndërsjellët, mund ta ndihmoj, por nuk mund ta zgjedh tërësisht problemin, sepse gjithmonë është dikush i cili mundohet që të krijon pakluhun për interesa, nuk e di unë, interesa subjektive që mund t'i ketë çdo njeri. Për shembull, një gjë që mund ta zvoglon këtë problem, mendoj që është njohja me një shkollë, ku krijohet një shkollë bashkë, në cilën shkollë ka priftërinë që shpjegojnë Biblën, doktrinën e krishterë, ka hoxhallar, ka teolog islam ku shpjegojnë edhe pjesa tjetër, edhe ku marrin pjesë besimtar të dy besime, ke parasysh. Sepse kur e kuptoj që kemi aq shumë gjëra të përbashkëta, në qoftë aspektin fitar, por mbi gjithë në aspektin kombëtar, është marri kjo që bëjmë. Në orën 10:15 e telefonova një hoqë në Gjakov, pikërisht për të tregu këtë histori, edhe e dini çfarë më tha hoxha? Më tha që ditëve të fundit jemi të kriju shumë material për armikun tonë, sa jemi të bë, ma në fund jemi të bë armikun më u kënaq me ne. Që mundet me thanë, jemi largu ne, që kanë të bë ata, njëri me tjetrin janë të mytë. Për më smart, deri te kjo unë mendoj që janë këto dyja, por mbi gjithashtu dashnia për tjetrin, edhe pse është ndryshe, edhe pse mendon ndryshe, edhe pse jeton ndryshe, edhe pse ka një ngjyrë ndryshe, edhe pse është vllavi jam gjitha. Unë ta si besimtar krishter, unë tjetrin e shoh Krishtin, edhe nuk muj mos ta trajtoj si mos ishte Krishti. Në aspektin kombëtar, ta tregova, ne kemi në rrajt tona këtë harmoni fetare, këtë dashni fetare. Ne nuk kemi në fakt një ligj të ri për lirit fetare që një zyrtarisht komunitetet fetare. Në Kosovë dim se si funksionon, është shumë e parregulluar. Megjithatë, në projekt ligj që gjendet në sirtar të qeverisë, janë 7 komunitete fetare të njohura si tradicionale dhe historike në Kosovë. Pra është Kisha Katolike, Kisha Ortodokse Serbe, është Kisha Protestante Ungjillore, është komuniteti Hebre, është Barsia Islame e Kosovës, Barsia Tarikateve e Kosovës dhe komuniteti Bektashian i Kosovës. Të gjitha historike dhe tradicionale, ndërkohë që kemi edhe besime të tjera. Çfarë mesazhi do t'ju jepje të rive të këtyre komuniteteve, por edhe atyre që zbesojnë, pikërisht duke u bazuar në fushën tuaj të studimeve, dialogu ndërfetar islami krishter? Nuk kam asnjë mesazh për atë, sepse nuk nina në atë lartësi për të dhënë mesazh dikujt. Okay. Mundohet të jap mesazh vetes time mbi gjitha, por unë them kështu direkt, nuk e di saktësisht në cilën gradë është kjo kërkesë që është bërë kryeministrisë për këtë ligj, nuk e di saktësisht. Por unë mendoj që ai tjetri, qoftë Bektashi, qoftë nuk e di ortodoks, qoftë protestant, qoftë nuk e di sunit, nuk mund të jetë një pengesë për ne, nuk mund të jetë ai tjetri që është ndryshe, mund të jetë një pasuri për mua. Nuk mund të jetë kurrë një pengesë për mua. Për këtë arsye, nëse disa herë Lurik? Po dëgjoj. Se nuk shoh, po tani po të shoh. Sepse nëse ai tjetri me ndryshe është një pasuri për mua, ka kënë vështrimin e njëjtit realitet e ka ndryshe. Nuk mund të jetë kundër meje. Në këtë rastin ton, duke qenë se edhe kemi atë dashurinë, kanë vështrime të ndryshme me formime të ndryshme, nuk mund të jetë tjetër veç se të thellojmë hala më tepër, ose
mesazhi që mund të jap, vërtet nuk mund, këta është mbi gjitha për mua. Nëse kam një dyshim për Lurikun, që është djalë i keq, ose nuk e di unë që jeton keq, unë e para punës, e pyes Lurikun, pse Luriki ke bërë këtë punë? Nëse s'ka mundësi me pyet Lurikun pse ke bërë këtë punë, para se me shkrua dhe me bombardu në rrjetet sociale, shkoj kërkoj pak për Lurikun, shkoj holumtoj pak ku ka jetu, çfarë formimi ka, ku ka linë, cila është familja. Për këtë arsye them, para se të shprehemi këto, formohemi pak. Formohemi në aspektin intelektual, sepse mundet në realitet. Unë ju falenderoj shumë, Dom Samson, për kohën që ndave për ne, në mes të angazhimeve tuaja profesionale, që t'jesh drejt për drejt për shikuesit e Radio Televizionit 21. Faleminderit shumë, lezi pres që sërish të trajtojmë temat të ngjashme ose të tjera, pse jo. Me shumë kënaqësi, faleminderit. Faleminderit shumë.